Zoti Islami, kush qëndron pas prishjes së fabrikave dhe uzinave pas viteve 90, sepse qarkullon një teori, por ka dhe deklarata nga vetë Berisha që shërbimi sekret serb është investuar për të shkatruar gjithë industrinë shqiptare pas viteve 90. Po, dhe shërbimi sekret serb e realizoi objektivin e tij duke paguar $50 milion nëpërmjet Sali Berishës. Është vetë ai që ka dhënë urdhër për t'i mbyllur edhe për t'i shkatëruar. Unë kam thënë dhe herë të tjera për që kishim një industri të mrekullueshme me pajisjet më moderne të kohës dhe Sali Berisha i zhduku. Dhe nuk di se të bëri inventar. Kush, zotëri, është e thjeshtë fare. Është e thjeshtë fare për ta gjetur. Që nga 92-shi deri sot, kush ka qenë ministri i industrisë? Kush e ka pasur inventarin e mjeteve themelore të industrisë mekanike shqiptare? Kush ka dhënë urdhër për t'i prishur? Ku janë dokumentat që është urdhëruar për t'i prishur? Është e thjeshtë fare, nuk duan ta bëjnë. Pse? Sepse Sali Berisha i ka shërbyer politikës Partisë Punës për të shkatëruar gjithçka nëse nuk janë komunistët të pushtet. Kjo është e qartë. Pra komunistët thonë, mbas meje thonë t'i bjerë zjarri. Nuk do t'i bjerë zjarri o zotërin komunist, po do t'koni ju me nder në vërtet. Çfarë fshihej pas shkatrimit të industrisë, qofshin të fabrikave, por edhe industrisë ushtarake në Shqipëri? Tradhti kombëtare e urdhëruar dhe ideuar në Beograd dhe në Atinë. Është tradhti kombëtare. I ka shërbyer interesave të atyre. Do marrim avionët. Ne kishim MiG-21, zotëri, që edhe sot e kësaj dite konkuron me avionët e Amerikës, MiG-21. Edhe sot e kësaj dite është në fuqi, vazhdon të punojë, të jetë në shërbim. Pse i zhduku? Kush i dha urdhër? Dhe ku era mbrojtjen ajrore të Shqipërisë? Ku janë raketat? Kishim 4 grupe raketas, tek të cilët unë kam bërë shërbime për teknikën, riparime, kështu mirëfem të teknikës. Ku janë? Kush urdhëroi që t'i zhdukin? Pse? Me ç'urdhër? Në interes të kujt? Pse e kanë lënë shteti shqiptar pa mbrojtje kundërajrore? Nuk them pasaj për mira gryka zjarrit, topa kundërajror, bregdetar, toksor, më se thash, është një krim monstruoz për të cilin Sali Berisha duhet të dalë para gjyqit e të jap llogari. Një nga fenomenet e tjera që Shqipëria ka vojtur më shumë është edhe ligji 7501 për cilin Sali Berisha ka theksuar se ka qenë një nga gabimet e tij më të mëdha politike. Përse u bë ky ligj dhe çfarë kërkonte Berisha të arrinte përmes këtij ligji? Jo, nuk është e vërtetë. Sali Berisha është i papytyrë kur gënjen. Edhe pse gënjen Sali Berisha? A nuk e ke ti që the nuk do se risjellin prap latifondistët? A nuk e gjeti në mbështetje 7501-shit? A nuk më the personalisht që po të revokoja ligjin 7501 do humbisja elektoratin? A nuk e gjeti, zotëri? Po të them ti shikosh, të shikojnë semente tu dhe unë drejtojmë ballë për ballë dhe të kam thënë, hajde të diskutojmë këto gjëra. Ke apo s'ke përgjegjësi? Jo, zotëri, është marrë urdhër nga Beogradi ligji 7501 startuar atje, është ligji antikombëtar shqiptar për t'i përdhënë shqiptarët, për t'i ikur nga Shqipëria, për t'i shpronsuar, për t'i kthyer në muhaxhir, në kështu, mirë them, se përdora një fjalë të vjetër, në emigrant në vendin e tyre, dhe praktikisht ne jemi padve, se atë u shprona është toka. Ditë për ditë po merren toka me hipotekë, dhe prapë po e them punojësve të hipotekës. Jini ju punojës të hipotekës kriminalët kryesorë të cilët nëpërmjet të cilëve merren pronat. Sepse ju i bëni ta shkruajturat mbi vendosje, nga erdhën mbi vendosje, more njerëz të papytyrë, more palaço. Që keni zënë ato zyra atje në të urdhëruar e të vendosur nga krye palaçoa Edi Rama. Jeni ju dhe do përgjigjeni, ta dini se i dim kush jeni dhe ku jeni. U dim, ju njohëm, populli ju njeh. Jo më kot, zoti gazetar, Edi Rama bllokoi kontaktin e qytetarëve shqiptar me hipotekat. Jo më kot, e bëri me qëllim që t'i gatuaj gjithçka siç po i gatuan atje në fshehtësi, se kriminalët dhe bishat punojnë gjithnjë në errësirë, nuk punojnë në dritë.
dhe qytetarë shqiptarë s'kan ku të vend të ankohen për të kërkuar qoftë edhe një vendosje çatije. Pra është direkt Partia e Punës së Shqipërisë nëpërmjet e mishëruar, e ringjallur, e ripjell nga Edi Rama në marrëveshje me Sali Berishopoulos, mikun e ngushtë të Belerit dhe të Hristiavgjisë të Mavis greke, për të shkatëruar Shqipërinë. Këta janë në unison me njëri tjetrin. Pse Berisha nuk u tërhoq kur ju kërkua që të ndryshonte ligjin 7501, por vijoi ende me atë ligj? Sepse kishte marrë urdhër të mos lëvizte atë, se po të ikte atë ligj, pastaj ata që e kanë emëruar dhe e vun aty i hiqnin kokën, ai e di mirë atë punë. Ai me atë nuk mund të dilte kundër patronëve të tij në Beograd. As në Athinë, sepse dhe minoritarët grek, ai i bëri vendas këtu dhe del përfaqësuesi i Omonës dhe thotë ne jemi 2000 vjeçar aty thotë. Si është e mundur që Shqipëria përfundoi në atë situatë sa i përket skemave piramidale dhe më pas vitit të mbrapsht 1997? Gjithçka është ideuar nga njerëzit dhe nga spionët e agjenturave të huaja për të shkatëruar dhe për të grabitur popullin shqiptar. Mos shkoni më tutje. Bëni një investigim. Ku vajten parat e firmave piramidale? Se leku shqiptar është këtu. Si monedë fizike është këtu. Ku bate? Kush e mori? Kush i hapi këto shoqëri sigurimi që kanë marrë parat e vepës, e të gjallicës, e të dreqit me të birit? U bën shoqëri sigurimesh. Ku i gjetën parat këto shoqërit e sigurimeve? Këto si gale, stërgale, ku duhen çka nxjerr. Janë parat e firmave piramidale, janë parat e popullit, janë parat e atyre që u avodhën, që u agrabitën, që i mashtruan. Edhe pse ata kanë përgjegjësi personale që i çuan parat aty, për hir të vërtetës, kushdo që kishte parat në bank nuk i humbi. I humbën këta që i jepni një, doni të merrni 3. Kaq idiot, të hapësh jetë marrësh 3. Të gënjej sudja, të mastroj sudja. Ka vend të re? Kush sudja? Një cigane. Sa dorë kanë shërbimet e huaja në këtë rast dhe sa ishte roli i Sali Berishës dhe njerëzve të tij në skemat piramidale, por edhe në ngjarjet tragjike të vitit 1997? 100%. 100%. Shërbimet e huaja dhe Sali Berisha brenda. Absolutisht po. Tani dalin për telakrorit, se nuk i dim. Unë kam vajtur dhe i kam thënë Sali Berishës, nxirr popullin në rrugë, i kam thënë. Pa e ditur që Sali Berisha që vetë ai që talle me shqiptarët dhe kishte në program për të tallur shqiptarët edhe për të bërë xhiro në bulevard. I mirë i sillnin që nga Saranda, Gjirokastra, Tepelena, Vlora, Korça, Përmeti, dhe kur ktheheshin u jepte një pilaf të Pilolala në Rogozhin. O zotri, është tallur me demokratët dhe ata demokratë budallë ben akoma pas tij. Vetë ta mbështesin, dakor.